A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Ndërkaq salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Ndërkaq sonte me lejen e Allahut do t'i qasemi një temë tre që gjithashtu është e rëndësishme sepse ka të bëjë me kuptimin e të vërtetës apo me atë se si robi ballafaqohet me të vërtetën dhe e cila është titulluar Kur e vërteta kërkon një përgjigje. Pse e vërteta nuk hyn me forcë në zemër? Ne e dimë që Allahu thot në Kur'an: "Wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa." Thuaj Muhammed gjithë pa asnjë përjashtim se ka ardhur e vërteta dhe ajo e ka çrënjosur, e ka shfarosur të pavërtetën. E që në fakt çdo e pavërteta është e pa bazë, e pa qëndrueshme sepse nuk qëndron mbi argumente, po qëndron mbi gënjeshtra. Por në parim Allahu thotë se kur vije e vërteta e çrënjos të pavërtetën. Dhe kështu qëndron realisht, por në praktik është krejtësisht ndryshe. Sipas asaj që na tregon Kurani, shumica e njerëzve ndonë se ballafaqohen me të vërtetën, e shohin atë, e dëgjojnë atë, e besa dhe kuptojnë atë, prap nuk e pranojnë atë. Prandaj thot: "Wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin." Edhe sikur të përpiqesh ti o Muhammed, dije që shumica e njerëzve nuk do të bëhen besimtar. Si ka mundësi që të vijë e vërteta, të dëgjohet, të kuptohet e vërteta dhe të mos pranohet e vërteta? A është problemi tek mungesa e qartësisë së vërtetës apo është krejtësisht diku tjetër? Në fakt, problemi nuk është tek mungesa e qartësisë së vërtetës, sepse e vërteta është vetvetiu e qartë. Madje pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam na tregon që asgjë nuk është paksuar në përmendje dhe në sqarim. Çdo gjë është sqaruar në maksimum, sepse pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam nuk ka qenë njeri i zakonshëm, por ka qenë i zgjedhur i Allahut, kumtuesi i mesazhit të Allahut. Prandaj çdo ajet kuranor përpos që e ka transmetuar në mënyrë direkte nga Xhibrili alayhis salam tek njerëzimi i mbar, një herë edhe e ka komentuar atë që ka qenë e nevojshme për ta komentuar. Prandaj edhe ekziston tradita e sunetit Resulullahut, praktika e tij, jeta e përditshme e tij që përfshin çdo fjalë, çdo vepër, çdo miratim dhe çdo refuzim nga ana e tij. Pra, qartësi ka maksimale. Fjalët e Allahut janë të qarta, janë të pastërta, por problemi qëndron në mungesën e gatishmërisë së zemrave për t'i pranuar ato. Këtu është problemi. Vetë Kurani tregon qartë se historia e njerëzimit njeh shumë njerëz që janë ballafaqur me të vërtetën, e kanë kuptuar të vërtetën, por nuk e kanë pranuar atë, e kanë refuzuar atë. Dhe kjo çfarë na jep të kuptojmë? Kjo na jep të kuptojmë që Allahu zemrat nuk i ka krijuar që të thehen, pra që të deportohet ato me forcë, por që të hapen nga brenda. Pra sado që njeriu të mundohet dikujt t'ia sqarojë të vërtetën, ai që duhet ta pranojë të vërtetën është zemra që ftohet. Pra ne nuk kemi mundësi m'ia imponuar dikujt të vërtetën. Biles vetë Allahu e ndalon një gjë të tillë në Kur'an, thot: "La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy." Nuk ka imponim, nuk ka detyrim në fe. Tashmë është dalluar rruga e drejtë pe rrugës së shtrenjtë. Derisa Allahu e ndalon detyrimin në besim, ndonë se kjo është qendrore. Pra ajo që njeriu t'i garanton shpëtim është besimi i drejtë. Megjithatë Allahu nuk ja ka imponuar njeriu që ta besoj, por ja ka lënë të lirë. Ja ka ngritur gjitha argumentet e nevojshme. Ja ka përmbushur gjitha kërkesat dhe nevojat e tij, edhe legjislative, edhe informative. Edhe në fund ai do të jep llogari për vendimet personale që i ndërmerr, edhe të besimit, edhe të veprimit. Krahas kësaj pra është edhe aspekti i praktikimit, i adhurimit, sepse ne kemi besim edhe kemi praktikim të atij besimi. Besimi është bindja. Praktikimi është mënyra se si ne adhurojmë Allahun konform mesazheve të Zotit, që ne i mësojmë nga Kurani dhe nga Suneti. Dhe Allahu thotë se është e pamundur që ti
ti bësh gjithë besimtarë Muhammed, edhe pse përpjekja jote do të jetë e vazhdueshme, nga se pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam vazhdimisht ka dashur që gjithë njerëzit të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit. Madje e ka stërmunduar veten, siç edhe Allahu tregon në Kur'an dhe e ka qortuar këtë rast pejgamberin Allahut dhe ka thënë la'allaka bakhi'un nafsaka ala athari. Ti duke e stërmunduar veten Muhammed për me i bë këtë besimtar. Ti nuk mundesh me i bë këtë besimtar, edhe pse ti po përpiqesh dhe ti këtë synim e ke. Por problemi nuk është tek thirrja jote. Problemi nuk është që ti nuk je duke thirrur mjaftueshëm. Problemi është tek zemrat e tyre. Ata nuk dëshirojnë me i hap zemrat. Prandaj këto ajete kuranore, edhe këto ngjarje historike që i sill Kurani dhe Suneti i Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam na tregojnë që zemra nuk mund të thehet, pra nuk mund të deportosh në zemër me forcë, por ajo duhet të hapet nga brenda. Dhe ky është rregull. Sepse Allahu zemrat i ka krijuar që ta pranojnë të vërtetën nga ana e tyre, nga vetëdëshira e tyre, nga gatishmëria e tyre, dhe kurse të mos ju imponohet një gjë e tillë. Nga kjo kuptojmë se zemra është qendra e pranimit të së vërtetës. Prandaj Allahu kur flet për atë se kush kupton realisht thot zemra, por nuk i qaset mendjes, por i qaset zemrës. Dhe për këtë arsye Allahu vazhdimisht Kur'an thot efela yatadabbarun, si nuk meditojnë, efela yatafakkarun, si nuk mendojnë, efela yaqilun, si nuk logjikojnë. Pra gjitha këto janë thirrje kuranore për zgjim, për reflektim, për rikthim në fitra, në natyrshmëri. Prandaj Allahu nuk imponon përmes ajeteve të Kuranit, por çdo herë thret edhe këshillon. Ajo që qartazi dhe perazi dëshmoni gjë të tillë është pikërisht ngjarja e Musa alayhis salam me Harunin alayhis salam, të cilët Allahu kur i dërgoi, kur i urdhëroi që të shkojnë tek faraoni dhe ta ftonin atë për fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe në nënshtrim ndaj Zotit të gjithësisë, çfarë u tha atyre dyve? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shkoni tek faraoni të dy. Edhe flisni atij me fjalë të buta, me fjalë të mira. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mbas ai do të përkujtoj ose do të friksohet nga ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse Allahu e ka ditë shumë mirë që faraoni nuk do të bëhet besimtar kurrë, do të përfundojë si jo besimtar, sepse Allahu është i gjithdijshëm i absolut. Por Allahu dëshiron të përçojë një mesazh tek ne përmes asaj që i ka ndodhur Musës edhe Harunit alayhi salam, se feja e Allahut e ka me dashamirësi, e ka me butësi, e ka me thirrje të ngrohtë, dhe se zemrat nuk mund t'i kontrollojmë ne. Zemrat nuk mund t'i bindim ne. Zemrat i ka në dorë Allahu subhanahu wa taala. Dhe cilat zemra ju zon Allahu? Ato zemra që e ruajnë shëndoshmërinë e tyre, e kultivojnë butësinë e tyre dhe janë në kërkim të së vërtetës. Jo zemrat mohuese, zemrat refuzuese, zemrat arrogante. Sepse këto zemra kanë krijuar barrikada mes tyre dhe mes të vërtetës së Allahut subhanahu wa taala. Pra, e vërteta është e mjaftueshme, edhe është jashtëzakonisht e qartë, por zemrat e njerëzve nuk janë të gatshme për ta pranuar këtë vërtetë. Sepse në momentin që pranohet e vërteta, ajo ka përgjegjësi, ajo kërkon. Momentin që zemra njeh të vërtetën, ajo e di që duhet përjetojë një lloj ndryshimi të menjëhershëm, sepse e vërteta në çfarë thret? Thret në besim të pastër. Sa është i gatshëm robi në momentin që e sheh të vërtetën, e kupton të vërtetën për me pranuar besimin e pastër. Ka njerëz që adhurojnë gur, drunj, kafsh, ka njerëz që adhurojnë Zot mirë por në mënyrë të gabuar, siç e dim, pra përmes Trinitetit. Gjitha këto janë forma besimore, disa prej tyre i kanë të trashëguara historikisht. Dhe në momentin që ai kupton që Islami thret në besimin në një Zot, ai e di që duhet të bëj jo vetëm konvertim material, por para së gjithash spiritual, shpirtënor. Ai duhet me rregullu raportin e tij me Allah dhe kjo që po thret Islami, për të është një ndryshim ekstrem. Pra, duhet një ndryshim të plot me e bon vetën e tij. Dhe vetëm ai që e kërkon të vërtetën sinqerisht është në gjendje me e konvertu veten shpirtërisht para çdo aspekti tjetër. Prandaj ne kemi raste që me njëherë, me ta kuptuar të vërtetën, e pranojnë atë, e besojnë, e përqafojnë edhe e aplikojnë në jetë. Por kemi edhe raste që
përkundër faktit që u jepen sqarime të vazhdueshme ajetit Kuranit, hadithet të Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, zbërthime të vazhdueshme të argumenteve të Allahut, prapa ata nuk e pranojnë. Pse nuk e pranojnë? Sepse e dinë që duhet ndryshim. Momenti që unë e pranoj fjalën la ilaha illallah, unë duhet me ndryshu rrënjësisht jetën time. Për këtë arsye, Allahu tregon se shumica atyre që nuk besojnë, ata e njohin vërtetën. Madje dhe kokat e mohimit, kokat e kufrit, kokat e mosbesimit, e din shumë mirë që e vërteta është kjo që thot Islami. Dhe Allahu këtë sqaron përmes krye kriminalit që është Faraoni, i cili kur i është paraqit nga ana e Musës alayhis salam dhe Harunit, e vërteta Allahut, sidomos kur i ka përjetuar argumentet mrekullit të Allahut që janë realizuar përmes Musës alayhis salam me lejen e tij, pra me lejen e Allahut të Madhërisëm, ai e ka ditë me vetë që kjo është fe, kjo nuk është magji. Sidomos kur i është ngritur argumente edhe për magjistarëve më të fortë që i ka pas, e që në kohën e tij nuk ka pas magjistar më të fortë se sa magjistarët e Egjiptit. Edhe sot asaj dite, magjistarët që merren me magji, e dinë që magjia më e rrezikshme është magjia egjiptiane, sepse ka traditë fuqishme të magjibërjes. Megjithatë, ai publikisht edhe deklarativisht e ka mohuar të vërtetën e Musës, por shpirtërisht ka qenë i bindur që kjo, në çfarë po thret Musa, është e vërteta e pakontestueshme. Dhe Allahu këtë po sqaron në Kur'an shumë bukur, duke thënë: "Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Ata, pra Faraoni, paria e tij, edhe ata që kanë besu për rrethi, ata në vetvete kanë qenë të bindur që kjo është e vërtetë çfarë po thot Musa. S'kan pas asnjë kundër argument me demantuar të vërtetën e Musës alayhis salam. Wastayqanatha anfusuhum, në brendinë e tyre, në ndërdijen e tyre, në qenin e tyre, ata kanë ditë që kjo është e vërtetë e pakontestueshme. Po çka ka ndodhur? Dhulman wa 'uluwa. Arsyeja që e kanë mohu edhe kanë refuzuar të vërtetën e qartë ka qenë padrejtësia që është shtresu edhe në vetveten e tij si Faraon, edhe në shoqërinë që ai ka udhëheq, pra e kanë ndërtu një vend, një shoqëri mbi zullum, mbi padrejtësi të vazhdueshme. Për këtë arsye e ka mohu me një herë, se e ka ditë që në momentin që unë e pranoj këtë vërtetë, unë duhet mas pari me ndryshu vetë si lider i popullit. Ai s'ka qenë i gatshëm me pranu këtë ndryshim, se e vërteta kërkon, e vërteta lyp llogari, e vërteta lyp përgjegjësi. Pastaj thotë edhe ulua, edhe arsyeja tjetër që s'e ka pranu ka qenë mendjemësia, se ajo është mësu me u adhuru për njerëzve, aq sa e ka quajtur veten Zot, donë se e ka ditë që është njeriu më i dobët që ka ekzistuar. Edhe fundi i tij ka dëshmuar për një gjë të tillë. Pra janë arsyet e brendshme të padrejtësisë, së gjunave të vazhdueshme edhe të mendjemësisë, si një prej shkaktarëve kryesor të pengimit, pranimit të vërtetës, ajo që i bën njerëzit mos me pranu, sepse e dinë që duhet me ndryshu. Për këtë arsye Allahu tregon: "Fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin." Andaj shiko se si ka qenë fundi i çrregulluesve, i njerëzve të prishur, sepse ata nuk kanë dashur me pranu të vërtetën, ndonë se e kanë njoft atë shumë mirë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala i sjell shembujt e drejt për drejt, i sjell figurat që e kanë kuptuar të vërtetën, e kanë njohur të vërtetën, kanë jetuar me të vërtetën, edhe praktikisht e kanë mohuar atë, sepse nuk kanë dashur me pranu ndryshimin. Rasti kryesor që përmendet është rasti i Iblisit. Allahu tregon qartë në Kur'an që kur e ka kundërshtuar urdhrin e Allahut për me i bë sejdë nderimi dhe jo adhurimi Ademit alayhis salam, edhe kur e ka larguar Allahu pe rahmetit tij, kërkesa e tij, çfarë ka qenë? Ka qenë qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun. O Allah, më lejo të jetoj, pra ma zgjat jetën time deri në ditën e ringjalljes. Ky ajet tregon që Iblisi ka besuar dhe beson në ringjallje. Ai e din shumë mirë që do të ketë ringjallje. Ai e din shumë mirë që ka me dhënë llogari para Allahut. Ai e din shumë mirë që krejt këto trazina që i ka shkaktuar dhe do t'i shkaktoj derisa Allahu t'i jep urdhër më shkaktru kjo gjësi, ka me dhënë llogari për to. Pra ai është besimtari i fuqishëm në një prej kushteve të pakontestueshme të imanit, që është dita e përtejme, besimi në ditën e përtejme.
Po çka ka ndodhur me të? Ai s'ka dashur me pranu të vërtetën, se e ka njohur shumë mirë. Ai ka jetuar në afërsitë të Allahut, ai ka pa xhenetin e Allahut, ai ka komunikuar direkt me Allahun. Ai ka jetuar me Xhibrilin alayhis salam dhe me melekët tjerë, pra ai ka qenë njohës i mirë të vërtetës. Por ku ka ardhur pyetje me pranu të vërtetën dhe me përjetu ndryshimin, këto s'ka mujt me përjetu, këto s'ka mujt me pranu. Se në momentin që Allahu i ka dhënë urdhër me i bë sejdë nderimi Ademit alayhis salam, ai është dashur më njëherë me pranu realitetin e vet, me ndryshu, por ai nuk ka dashur. Kështu ndodh edhe me shumë njerëz sot. Ata e njohin të vërtetën e Allahut. Për ta është shumë e qartë. Nuk ka qartësi më të madhe besimore se sa me i thonë dikuj, duhet me besu vetëm një Zot, se s'ka Zot tjetër përpos atij që ka krijuar gjithësinë. Kush ka fuqi përpos Allahut me kriju gjithësinë? Askush. Hajt merreni, tregoni mua kush është njeriu më i fuqishëm ose kush janë shtetet më të fuqishme në botë. Kret me i bë bashkë. A kanë mundësi me e kriju një mizë natyrale, biologjike, një mushkonjë, siç e ka kriju Allahu? S'kan mundësi. Po bëjnë robota, teknologjia, ku e di se çka kanë në rregull, po ato janë artificiale. Le ta krijojnë një mushkonjë natyrale, biologjike, siç e ka kriju Allahu. Që është një insekt shumë i vogël. Nuk kanë mundësi me e bë. E tash, me çfarë logjike duhet me besu që mund të ketë edhe një Zot tjetër, apo mund ta meritoj dikush tjetër adhurimin përpos atij që ka krijuar gjithësinë në mënyrë perfekte? S'ka logjik. Prandaj logjika e Islamit është shumë e thjeshtë. Logjika e Islamit thotë, është vetëm një krijues dhe është vetëm një Zot që meriton adhurimin dhe askush tjetër përpos tij. Shumë e thjeshtë. Pse mos më pranu këtë vërtet? Ku na e dim që në jetën tonë përditshme dhe të natyrshme, për shembull, në shtëpi, na e dim që duhet një vendimars me qenë. Këshilltar me pas plot. Këshilltar është edhe gruaja, këshilltar janë edhe fëmijët, pra konsultohemi, por vendimet kush i merr? Duhet një vendimars me qenë, një krye familjar. Pse si kemi 2 drejtora në shkollë? Pse si kemi 2 drejtora në institucione, 2 presidenta, 2 kryeministra? Pse nuk i kemi? Se s'ka nevojë. Se është absurde me i pas. Se me bë me i pas, aty fillojnë pastaj konfliktet edhe paqartësitë, edhe rivalitetet mes vete. Derisa Allah po tregon që sikur të kishte 2 apo më shumë zotra, do të krijohej konflikt i madh mes tyre për pushtet. Luftë për dominancë. Qul law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Allah thot, thuaj njerëzve, përmendni një logjik thjesht, se një gjë e tillë s'mund më ndodh, por me që po mendoni se mund të ketë më shumë se sa një Zot. Hajde Allah po thot, po e trajtoj logjikën e juaj. Po të kishte më shumë se sa një Zot në gjithësi, do të shkatërrojë çfarë ka mes qiellit dhe tokës. Pse? Ata do të bënin një luftë mes vetes se kush po dominon, kush është më i forti, kush është sundimtari më i madh. E nëse kjo nuk mundet me ndodhë tek burimi i drejtësisë, tek Allahu subhanahu taala, si presim na në relacionet tona ndërnjerëzore? Pra na e dim shumë mirë që në relacionet tona ndërnjerëzore nuk është logjike, as e nevojshme, as e drejtë, as e qelluar me pas 2 kryefamiljarë në shtëpi, ose 2 drejtora në kompani apo në shkollë, ose 2 kryeministra apo 2 presidenta në shtet. S'ka mundësi. E si fjala me Zotin, me thonë ka më shumë se një Zot, është një absurditet i llojit vet. Pastaj, kur jemi tek e vërteta, tek njohja e vërtetës, e cila është shumë e qartë, e vërteta kur vije, ajo i shpërfaq dobësitë tona. Sa herë që robi ballafaqohet me të vërtetën, ai automatikisht ka me njoh veten, ka me kuptu veten. Madje një prej urtësive të zbritjes së të vërtetës është njohja e vetvetes. Allahu e ka zbrit Kur'anin, e ka dërguar Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që na me njoh veten sa më mirë. Ne sa më shumë që e njohim krijuesin, qëllimin e jetës, përgjithësitë tona, aq më tepër dhe aq më mirë e njohim veten tonë. Mirë po, çfarë faji ka e vërteta kur ajo i shpërfaq dobësitë tona në momentin kur ballafaqohet me ne? Absolutisht nuk ka faj. Faj kemi ne. Për shembull, çfarë faji ka pasqyra që mundet me i tregu njollat tona apo dobësitë tona në fytyrën trup? Ajo atë punë ka,
Pasqyra e ka punën që ty me ta tregu në mënyrë praktike çfarë ke ti dhe si dukesh ti. Nëse ti qohesh edhe e shon pasqyrën apo e thën pasqyrën çka ke bë, kur gjë s'ke bë, s'ka pa pasqyra. Ti je ai. Ky është realiteti yt. Biles është mirësi e madhe që pasqyra ekziston dhe ti je në gjendje me pa veten, me rregullu veten, edhe me marr masën ndaj vetes. Njëjtë është edhe me të vërtetën e Allahut. Kurani është pasqyra jon. Suneti është pasqyra jon. Ato i reflektojnë realitetet tona. Pra na, kur e peshojmë vetën tonë Kur'an dhe në Sunet, edhe gjejmë shumë anomali, shumë probleme, shumë dobësi, për shembull gjejmë shumë gjunahe, gjejmë neglizhencë të madhe, gjejmë zbrapsje nga ajo që Allahu thret për veprim. Nëse na i shohim këto, kjo është mirësi e madhe, sepse janë shumë të ata që nuk i shohin fare. Prandaj ballafaqimi me të vërtetën është mirësi në vetvete. Dhe kur ne ballafaqohemi me të vërtetën dhe e vërteta na i hap syt, na i tregon realitetet tona, kjo është mirësi e jashtëzakonshme, sepse na jep mundësinë na me marr masën ndaj vetes, me u përmirësu, me eliminu dobësitë, me largu mangësitë, me përmirësu gabimet, me largu mëkatet, me braktis ato e kështu me radhë. Pastaj pranimi i të vërtetës e ka çmimin e vet. E vërteta është gjëja më e shtrenjtë që ekziston. Dhe në momentin kur ne e pranojmë të vërtetën, normalisht që ajo e ka çmimin e vet. Çdo gjë e shtrenjtë e ka kostën e lartë. Por kur ty të vjen në posedim apo në pronësi diçka që është shumë e shtrenjtë, ti ja ndihesh i nderuar apo i nënçmuar. Po dyshim se i nderuar. Për shembull, nëse vjen dikush edhe ta jep një diamant që mundet me kushtu 3 milion apo 4 milion dollar, ti ja ndihesh i nderuar apo i nënçmuar? I nderuar. Kur e pranon ti e din që e ka kostën e lartë, e pranon, e ruan, ndoshta e çon kasafortën tonë dhe ma të fshet që e ke e ruan edhe pe antarëve më të afërt familjes, jo pse s'ju beson, po për shkak se kjo e ka çmimin çast të lartë, saqë një pakujdesi e vogël mundet me pas humbje të mëdha. Allahu na ka dhënë imanin, që është dhurata më e madhe që ekziston. Allahu na ka dhënë Kur'anin, që është një prej dhuratave më madhështore që ekziston. Na ka dhënë udhën e Muhammed Mustafas, hartën se si duhet na me orientu jetën, se si duhet me shtektu drejt Allahut Madhërisëm. Këtë janë mirësi që nuk ka pasuri e kësaj bote që mundet me kompenzu atë. E tash na kur e pranojmë këtë vërtet, na nuk dëna me pagu çmimin. Prandaj janë shumë të ata që i dëgjojnë argumentet kuranore dhe pejgamberike, i kuptojnë shumë mirë, e dinë që ajo çfarë po thret Kurani dhe Suneti është për të mirën tonë. Ato që na porosit fjala e Allahut dhe tradita e Rasulullahut alayhi salatu wassalam janë për me na përmbush neve, janë për me na ngrit neve, janë për me na përndrit neve. Po kur vjen pyetje me e paguna çmimin e vet, këtu tërhiqemi. Shumë njerëz e dinë që namazi është borxh. Jo që është mirë mu fal, por është borxh mu fal, ja kemi borxh Allahut mu fal. Mi po kur pyetje me e pagu çmimin, edhe pse nuk e ka shumë të lartë, cili është çmimi i namazit? Çmimi i namazit është 1 orë gjysmë në ditë, me 24 orë 1 orë gjysmë ja kushtu Allahut. Çka është çmimi? Nuk kërkon Allahu diçka më tepër. 22 orë gjysmë ti kalon ty. Ti si në gjendje 1 orë gjysmë ja dhon Allahut, e që është për të mirën tënde. Që ky është çmimi që lyp Allahu. Ai thotë jo, s'moj, i dokën shumë 1 orë gjysmë. A 22 orë gjysmë që ja ka dhon Allahu për çdo lloj qefi, ato i harron krejt. Nuk i dalin. Jo, thot edhe çto 1 orë gjysmë më vjen mu. Me të pas vyt Allahu ta kish bë ditën më shumë se 24 orë. Po nuk vjen më shumë se 24 orë. A dihemi që ai ka kënaqësive, mirësive, fitimeve, e lumturisë, e begatisë, është që ky 1 orë gjysmë. Se që ky 1 orë gjysmë është investim. 22 orë gjysmë janë shpenzim. Nëse ti anashkalon investimin, çfarë do bie ke me ato që e shpenzon? Kur i shpenzon ato, me çka ke me i dalë Allahut pastaj përpara? Nuk ke në kontën e veprave tua, s'ke çka me dhon. Prandaj një goditje më e lehtë, një sprov më e lehtë që i vjen, ky më njëherë dorëzohet. Pse? Në kontën e veprave ti, të përgjegjësive ti, të adhurimeve që do të më kry karshi Allahut, ai s'ka zero e ka. Shkon në bankomat dhe shtin e kartën tënde, që është në emën tënd.
Nuk është në emën që tërkuj, në emën tonë është. Nëse s'ke lek mrena, nëse s'ke para mrena, çka mush me bë? S'mush me nxjerr kur gjë. Kur po vjen kriza më njerë, borxhi, ajo, kjo, shko gjithë ditë, s'kish ka me nxjerr. Se s'ke menu për atë ditë. S'ke kursy pare, ke bo qefe, ke në rregull, kur ke bo qefe të ka ardhë mirë, je knaq, po tash kur të ka ardhë zori, s'kesh ka me nxjerr. Kështu është edhe me jetën. Kur vjen puna tash mu sprovu diçka, e sprovon Allahu dikën pak në shëndet, dikë pak në familje, dikë pak në pasuri, me njerë plëkshtohet, pëse në kontën e veprave ti s'ka, është 0-0. Me njerë dërzohet, plëkshtohet. I haron gjitha ato vitet mirësisë që i ka pas. Por besimtari që në kontën e veprave ti ka të deponume adhurime, jo vetëm obligative, por edhe vullnetare, i ka shtresu ato. I vjen sprova e madhaj, ka me çka mu ballafaqu. Se në kontën ti ka rezerva. I vjen goditja në shëndet, e godet, e trondet, a i thot, elhamdulillah, shpirti i ti është i qetë, ka dhikr, ka namaz, ka zeqat, ka sadaka vullnetare, ka ndim financiare ndaj dikuj, ndim fizike e morale ndaj dikuj tjetër, ka mendim të mirë me pakta, mendim të mirë për Allah, mendim të mirë për njerëz, ka me çka me i la ato, ka me çka me i te kalu sprovat e ti. Pastaj, ne e dim që e vërteta Allahut kur vije, ajo kërkon burra, edhe burnesha, edhe në pranim, edhe në aplikim. Prandaj të vërtetën e Allahut nuk mundet me posedu çdo kush, nuk mundet me pranu çdo kush. Vetëm ata që janë qëndrueshëm në rrugën e Allahut e pranojnë. Mi po, jeta e kësaj bote është garë. Derisa Allahu të ka dhënë jetë, të ka përzgjedhur që ti je garus. E nëse ti i futesh kësaj gare, pa përgatitje, ti tregohesh i dopt. Se na dim që Allah thot, nuk ka jetë pas prova. E hasibe nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A mendon njerëzit që janë kriju kot jetën e kësaj bote, do të lihen ashtu siç ata mendojnë se duhet me jetu, me qefe, pa limite. Do të thonë ne kemi besu, edhe mos mos provu. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. A kanë harruar që na i kemi sprovu edhe ata që kanë qenë para tyre. E pse ndodh kjo ja Rab? Fele ja'lemenna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lemenna al-kadhibin. Kësaj Allahu i dallon sinqertët prej gënjeshtarëve. Ata që hakikat e kanë pas besimin, për atyre që formalisht e kanë proklamuar besimin. Kur dallohen njerëzit në sprov, kur testohesh, që aty mirët vesh çfarë nxënësi je. Kur futesh në test, gjatë orëve, gjatë ligjëratave, ke mujt me qenë edhe maskus, ke mujt me qenë driblus, artikulus. Mirë, po kur vjen puna në letër aty me hi, edhe me i dhanë përgjigjet, e kërkush si e përgjigjet për posteje, aty shihet se çfarë nxënësi ke qenë. Sa ke mësu, sa ke përsërit, sa ke mbajt mend, krejt aty shihet. Kështu është edhe jeta. Kur vjen testi nga ana Allahut, kur vjen sprova, aty dallohemi se sa të sinqert kemi qenë në pranim besimit, edhe në manifestim besimit. Por luma ai që dallohet me sinqeritet, dallohet me devotshmëri. Sepse kur është në pyetje fundi i garës, edhe marrja e shpërblimeve, ata që kanë qenë sinqert, ata që kanë qenë devotshëm, do të jenë njerëzit më të lumtur. Paramendojeni kur ti merr pjesë me një garë dhe në fund dalish fitimtar, edhe më ndoshta çmimin e parë, apo një prej çmimeve të para. Çfarë kënaqësie është? Çfarë kënaqësie është edhe pse është një garë shumë e thjeshtë e kësaj bote. Garë sportive, garë shkencore, ku e di se çka. Po flasim për garën jetësore. Kemi ardhur në këtë botë, jemi fut në garë, edhe kur dalim para madhërisë Allahut, kemi me i marrë shpërblimet. Çfarë kënaqësie, çfarë lumturie është kur na dalim shpresojmë tek Allahu i madhërisht fitimtar. Edhe Allahu i jep çmimet. Futuni në xhenet. Ky është çmimi i parë. Çmimi final dhe kulmor është hajdeni tashmë pa Allahun, mu taku me Zotin e gjithësisë. Atë që e besuam pa e pa në dynja, ka më na mundsuar me e pa në dynja. Do ta meritojnë besimtarët se sinqert një privilegj të tillë. Por disa njerëz mendojnë që ballafaqimi me të vërtetën kërkon kosto të lartë, e ka çmimin e lartë. Prandaj nuk kanë guxim me praktikuar të vërtetën. I ikin të vërtetës. Tu mendu se kështu është më mirë me bë. Tu mendu që kësaj na kemi më pak pasoja. I minimizojmë dëmet. A nuk ka dëm më të madh?
edhe pasoj më të rëndë se sa mos më apliku të vërtetën në momentin që na vije dhe e kuptojmë atë. Sepse mos aplikimi i të vërtetës është largim nga burimi i të vërtetës, nga Allahu. Pse robi s'don me pranu të vërtetën? Se s'ka qef me i hub disa qefe, disa knajsi. Nuk dën me i cenu ato, cilat janë mashtruese, janë kalimtare. Harron që krejt që ato knajsi janë nën komandën e Allahut. I harron këto. A disa shpejt i harron. Harron që ndorën e Zotit është jeta e tij që ja ka bërë të mundur mu kënaq me çato knajsi. A nëse ky i pranon që ato që Allahu i thot, pra në momentin që jesh paraqitë e vërteta, e ka pranuar të vërtetën edhe aplikon të vërtetën, jo që kam ju garantu kënaqësia jetësore, por kam ju begatu ajo. Kam jashtu Allahu. Ka garantu Allahu për një gjë të tillë. Nëse ju falenderoni ndaj Allahut, Allahu do ashtoj juve mirësitë. Pastaj një prej gjërave që duhet me pas parasysh në raport me të vërtetën, pra kur ne ballafaqohemi me të, është se e vërteta dhe detyron me ndryshu vetën, dhe detyron me ndryshu jetën. Edhe këtu vjen shprehje sinqeriteti, burëria dhe trimëria e një besimtari. Kur ty të thot Allahu, ndryshoje stilin e jetës prej sot, leje këtë gjuna për Allah, përkushtoju Allahut me namaz, përkushtoju Allahut me zekat, nëse jepet pasurve që të kaplon obligueshmëria dhe nëse zekatit. Kur vin këto gjana, edhe ti në gjendje me ndryshu jetën për Allah, ti dëshmon sinqeritet, burni dhe trimni para Zotit gjithësisë. E normalisht që kjo kërkon ndryshim. Po s'ka ndryshim më të mirë se sa ndryshimi i vetvetes në aspektin pozitiv. Nuk ka investim më të mirë për shpirtin që mujmë ja bën na se sa me investu në vetvete, mu marrë me vetveten, me analizu veten, e me thonë, unë nëse është nevoja dhe mi shkruajt në letër, unë e bile shpesh e preferoj këto. Zakonisht edhe kur vinë palët dhe ballafaqohen me probleme familjare apo bashkëtorë, ku di se çka, unë e praktikoj gjithmonë. I thon merr një letër dhe një laps. Çka ki problem me burrin? Ti ki problem me gruan. Qitin letër. Cilat janë të mirat e burrit tim? Këto. Cilat janë të mirat e gruas time? Këto. Ta shënoj të këqijat. Këto të këqijat. Cilat pjamojnë? Valla të mirat pjamojnë. S'ke pas nevojë me artë unë hiç. Hiç s'ke pas nevojë me artë. Edhe me jetën do të më bëhet kështu. Na lë analizoj qitin letër. Unë, Osman Bekteshi, ku qëndroj mirë? Në qëtë pikë qëndroj mirë. Ku qëndroj keq? Në qëto pika qëndroj keq. Duhet me njëherë me marë masa ndaj vetës, mi eliminu edhe qëto dobësi që unë i kam. Mos me prit, se jeta nuk pret. Nëse ti se pret, ajo të pret ty. Ku e di unë ku e kam dobësin, që aty të mu përqëndru. Nëse dobësia e dikuj është shikimin haram, që aty përqëndrojo. Nëse dobësia e dikuj është bartja e fjalëve, që aty përqëndrojo. Nëse dobësia e dikuj është që se mban fjallën, nuk i mban premtimet, që aty nalu edhe përmisoj vetën që aty. Nëse dobësia e dikuj është gënjeshtra, qoftë edhe për hegare, që aty nalu edhe meru me vetën. Se mund ndodhë që kjo dobësi ti shkatron krejt që ato mirësi që ti mund është me i pas. Mund ndodhë që një gjuna që në sy ty mund do këtë shumë i letë, mund është me shpërfil, aqë shumë e rëndon peshen e veprave tua në ditë gjykimit që nuk të dalin këto të mirat që ti ke ba. Mirë po një gjë atil është e sigur, një gjë është mëse e sigur. Kur ti përpiqesh me ndryshu vetën, Allah s'ka me liu me përfundu ti keq. S'ka me liu që mizani ytë ditë gjykimit me u peshu pe veprave të këqija, kundrejt atyre të mira. S'ka me liu, se Allah e vlerëson për pjekën e robit shumë. Jo çdo herë na mujna me arrit qëllimin që e synojmë. Bile në shumicën e rasteve nuk i arrim qëllimet që i synojmë. Por kur ne përpiqemi, Allah e vlerëson për pjekën tonë. Prandaj Sheikh Albani rahmetullahi alayhi ka thonë një fjalë të madhe, ka thonë edhe nëse nuk mujna me arrit cakon që e synojmë të kësaj rrugë drejt, me rëndësi është me vdek këtë rrugë. Nëse vdesim këtë rrugë, mirë kemi punë. Se jo çdo herë mujna me arrit, sa plane bojna në jetë. Na mas pari sa plane mujna me bë për me adhuru Allahun, për shembull sa herë kena bën në jetë na me fal, jo në 5 vakte, s'bëhet fjalë, po edhe namaz natë.
po du unë, me janis namazit natës, prap s'kena bo kur gja. Sa ere kena bo njetë, jo vetëm ma gjëru Ramazanin, që po du me janis edhe spaku 3 ditë të bardha të mujit, kur hëna është e plot, që është me sunet. Prap se kena bo. Njëherë një hoqë, ka marrë iniciativë dhe me këta për përmbyllë. Ka marrë iniciativë për një punë të hajrit, edhe ka grumbullu parë, është hoxha joni, Prizenit, Allah në nderoft. Edhe një shok i ti, gjithashtu njeri shumë i nderum, edhe ai i premton 20.000 euro. Entuziazmohet aty, me zhlis, fjalët e hoxhës ndikojnë shumë. Thotë hoxhë, unë i premtoj 20.000 euro. Në rregull. Tash niset me shkum një marë 20.000 euro. Ky protagonisti po tregon vetë ngjarjen, edhe thotë, gjatë rrugës, kur bona me shku, ja nisin me më kujtu borxhet, ja nisin me më kujtu planet e jetës, jo kom pas me bë ato, thash jo 20.000, po 10.000 pi jap. Kur mrinat e dera shtëpis, më kujtu edhe që kom i bë dhe investime në shtëpi, e është të më prish, ajo është të më prish kjo, rash më 5.000. Kur hina meni, thash, oj gru, bjemi me një 2.000 euro që ti, se kam i thonë. Për 20.000, tha, rash në 2.000. Apo kuptoni? Se çdo herë na planifikojmë, synojmë, po më rëndësi bilen që të rrugë me konë. A di 2.000 bile pa hiqës me konë. Allah ju rujtë, ju bekoft, s'pes gjas ma tepër se po mundona mos me e kalu 40, edhe pse kam shumë shka me thonë, por lusim Allahun që këto që u thanë me qenë mjaftueshme për me ndryshu shpirtrat tanë, për me uzgju zemrat tona edhe për me përmirësu qëllimet tona. Allahu ju nderoft, nëse keni ndonjë pyetje urdhëni.